Mendoni se është njeriu i jetës, cilat janë 5 gjërat që duhet të dini përpara se të dashuroheni me një peshore. Personat e lindur në shenjën e peshores sipërkasin një shenjë e cila njihet për aftësinë e saj për t'u përshtatur me situatat. Peshoret janë shenja më sociale e horoskopit dhe takimin e parë nuk keni pse ta shihni si të vështirë, pasi dinë se si t'i japin jetë bisedave, por pavarësisht paqes dhe harmonisë që i karakterizon, duhet të dini se çfarë ju pret nëse dashuroheni me persona të kësaj shenje. Janë të pavendosur, nëse i kërkoni diçka, mos u habisni nëse përgjigjen e merrni pas 1 ore ose 2 javësh. Ose edhe nëse e merrni më shpejt, përgatituni që të ndryshoj mendje. Peshoret nuk janë të mira për të marrë vendime dhe kjo për shkak të analizës së detajuar që u bëjnë gjërave. Mos u varni prej tyre kur vjen puna tek vendimet. I urejnë konfliktet. Peshoret janë shumë shenjë paqësore dhe konfliktet janë diçka që ata përpiqen me çdo kusht ta shmangin atë. Nëse shohin një situatë të tensionuar, peshoret janë ata që bëjnë hapin e parë për të qetësuar situatën. Kjo madje edhe kur nuk janë pjesë e konfliktit, me ta flisni gjuhën e paqes, pasi në të kundërt do t'ju tregojnë derën. Janë detajistë të mërshëm, një peshore nuk mjaftojt kur me pak, ata duan të përfshien kudo, sigurisht në gjërat që interesojnë, ata duan detaje, fakte, çdo gjë për të cilën mendoni se është e parëndësishme për peshoret është e kundërta. Janë flirtues të lindur. Peshoret janë gjithmonë duke flirtuar, madje dhe kur janë në një marrëdhënie. Mos u shqetësoni, janë besnik, por flirtin nuk e shmangin dot. Janë kaq të mirë në flirt sa e bëjnë pa vetëdije, por nuk tradhtojnë asnjëherë, pasi din limitet. Janë dëgjues të shkëlqyer. Sa herë që të keni probleme, peshorja di të jetë dëgjuesi më i mirë. Është fat i madh të keni një partner të tillë në krah, pasi jo vetëm që do t'ju dëgjoj me vëmendje, por do të di të mbaj edhe ritmin e gjërave tuaja. Këshillat intuitive të peshoreve janë padyshim të vlefshme, kështu që vërjani veshin gjithmonë.